pjesën e dytë të emisionit live në mëngjes në Vision Plus, dhe themi mirëmëngjes gjithë atyre të cilët sapo janë zgjuar dhe janë duke na ndjekur. Do ndalemi tashmë në një temë e cila besoj që përbën interes publik, për sa kohë është shqetësuese dhe është ngritur shpeshherë le të themi si shqetësim nga qytetarët, dhe ka të bëjë në fakt me rënien e euros. Prej vitesh në fakt është vënë re një rënje e saj, megjithatë ditët e fundit ka arritur le të themi edhe në normat historike, pra në uljen historike të saj në raport me lekun. Sigurisht që të shumta janë teoritë sepse po ndodh le të themi ky fenomen, megjithatë Banka e Shqipërisë her pas here ka shpërpjekur të bëjë punën e saj duke mbledhur dhe duke blerë sa më shumë euro nga tregu, por besojmë që kjo nuk ka mjaftuar. Megjithatë do të përpiqemi të kuptojmë ditën e sotme sepse është forcuar leku në raport me këtë monedhë të fundit. Kemi kënaqësinë ditën e sotme të jemi në studio me zotin Erald Themeli, drejtor i Departamentit të Politikës Monetare pranë Bankës së Shqipërisë. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes, faleminderit shumë që jeni këtu. Është kënaqësi të flasim në fakt për një nga temat që besoj edhe në përditshmërinë tonë ne e hasim. Ky raport i ri i lekut me euron, nga çfarë është shkaktuar? Cilët janë faktorët kryesorë? Padyshim që ecuria e kursit këmbimit të lekut kundrejt euros ka një rëndësi të madhe për jetën ekonomike, por edhe një vëmendje të madhe publike, mediatike dhe një shqetësim për një kategori të caktuar të ekonomisë shqiptare dhe të shoqërisë shqiptare. Banka e Shqipërisë vazhdimisht ka marrë në analizë faktorët që kanë ndikuar forcimin e lekut kundrejt euros, dhe mesazhi jonë në përgjigje të analizave që kemi bërë ka qenë i qartë dhe konsistent që në fillim të periudhës të forcimit. Ky forcim ka ardhur si pasojë e përmirësimit të bilancave të huaja të shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare të Shqipërisë me botën. Që do të thotë që në sajt të rritjes të shpejt të eksporteve, të ngushtimit të deficitit llogarisë korrente, por edhe të rritjes të vazhdueshme të investimeve tuaja direkte në Shqipëri, na rezulton që kemi pasur një tepritës të vazhdueshme oferte valutore në tregun e brendshëm financiar, e cila ka ushtruar presion për forcimin e kursit këmbimit të lekut kundrejt euros. Pra dua ta përsëris. Analizat tona konkludojnë që trendi forcues, drejtimi i lëvizjes të kursit këmbimit, i përgjigjet përmirësimit të bilancit të shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare të Shqipërisë me botën. Në qoftë se doni ta ilustroj me disa shifra për kuriozitet. Po, patjetër, për të bërë një krahasim ndoshta më konkrete. Eksportet totale të Shqipërisë në horizontin kohor 2022-2025 janë rritur nga 4.8 në 10 miliardë euro. Pra bëhet fjalë për një dyfishim të vëllimit total të eksporteve të Shqipërisë me botën. Në të njëjtën kohë, po ashtu, deficiti tregtar i Shqipërisë, që do me thënë raporti i eksporteve me importet, diferenca mes eksporteve me importet, dhe deficiti llogarisë korrente, që është diferenca me eksport-importe plus remitanca dhe të ardhurat tjera, janë ngushtuar në nivelin 500, 600, 700 milion euro, që do të thotë që kemi një përmirësim të këtij raportit shkëmbimeve. Ndërkohë ajo që ka pa aq rëndësi është fakti që investimet e huaja direkte janë në rendin e 1.6 miliardë eurove. Pra ndërkohë që në vitin 2025 ne patëm një deficit llogarisë korrente që është një nga dy zërat e bilancit pagesave, prej vetëm 170 milion eurosh, patëm hyrje nga investimet e huaja direkte 1.6 miliardë euro, që do të thotë një surplus, një tepritës oferte prej 1.4 miliardë eurosh në tregun e brendshëm valutor për vitin 2025, e cila natyrisht ushtron presion për forcimin e kursit këmbimit. Ky është në fakt shpjegimi teknik që i referohet gjithë ata që merren me ekonomi. Të paktën për ata që janë duke na ndjekur dhe ndoshta nuk janë kaq zot për ta kuptuar. Nëse Shqipëria varet nga eksportet dhe se çdo blerje që bën me euro, çka do të thotë që në rastin konkret ule verdis, edhe duke qenë se kursi i këmbimit është kaq i ulët, pse në tregun shqiptar çmimet nuk po reflektohen dhe vijojnë gjithmonë edhe bëhen më të shtrenjta? Të paktën flasim për raftet e supermarketeve. Po, edhe këtë kemi vënë re, është diskutuar dhe ka patur vëmendje kohët e fundit. Është e vërtetë që në analizë parë duket sikur forcimi i kursit këmbimit të lekut ndaj euros duhet të prodhojë të gjenerojë automatikisht edhe çmime më të ulta importi, për arsye sepse të përkthyer në lek mallrat e importit duhet kushtojnë më pak. Por nga ana tjetër ka dy faktorë që nuk duhet t'i lëmë jashtë analizës. E para ka të bëjë me faktin që inflacioni në botë, pra në partnerët tanë tregtar, çmimi në euro i faturës të importit ka shënuar rritje gjatë viteve të fundit, që pas luftës në Ukrainë gjithë jemi ndërgjegjshëm që çmimet kanë mësuar një rritje të shpejtë. Por ajo që ka më shumë rëndësi të kuptohet është fakti që kur themi që forcimi i kursit të këmbimit diktohet nga hyrja e të ardhurave valutore, këto të ardhura valutore janë një kërkesë agregate për ekonominë shqiptare. Pra ai mesazh që ne kemi thënë
është që qoftë të ardhurat nga turizmi, pra kërkesa e turistëve të huaj në Shqipëri për konsum të çfarëdo natyre, qoftë për themi akomodim, qoftë edhe për ushqim dhe për lëvizje dhe për argëtim, dikton një farë kërkesë shtesë në ekonomi për te asaj që gjeneron themi familjet dhe biznesi shqiptar. Pra nga njëra anë kemi një kërkesë të shtuar në ekonominë vendase si pasojë e këtyre flukseve hyrëse valutore, ka ana tjetër kemi dhe rritje në inflacionit jashtë, e cila ka mbajtur ose nuk është përkthyer më saktë në një rënje të çmimeve të importit. Për të mos ta komplikuar bisedën, është një fenomen që njihet në shumë ekonomi, pra tendenca që çmimet në një ekonomi e cila është në fazë konvergjence, siç është Shqipëria në raport me Bashkimin Evropian, dhe kur them në fazë konvergjence kam fjalën një tendencë drejt parafrimit të ardhurave për frym, të pagës mesatare për frym, përkthehet edhe në një tendencë të parafrimit të çmimeve mesatare në ekonominë fazë konvergjence me ekonominë pra në një unifikim të çmimeve pagash. Në një unifikim, tendencë unifikimit të ardhurave, të pagave dhe të çmimeve, e cila natyrisht është diçka që është e pranishme. Jemi shumë larg, paktën me pagat në krahasim me Europën. Absolutisht jemi larg, është e vërtet që jemi larg, nuk ka dyshim të ardhurat mesatare për frym në Shqipëri, nëse i shikojmë në terma nominal janë diçka rreth 25-26% e mesatarës të ardhurave të Bashkimit Evropian. Nëse i deflatojmë, marrim parasysh edhe efektin e çmimeve, që gjithsesi mbeten më të ulta në Shqipëri, ishin kategori mallra që kanë tërësisht origjinë importi, të ardhurat mesatare reale, pra fuqia blerëse e familjeve shqiptare në raport me një familje tipike të Bashkimit Evropian, është diçka rreth nivelit 35-36%, që nuk është në nivelet të larta ose që do të dëshironin. Ne jemi vetëdijshëm që tani në gush normalisht edhe në korrik dhe në gush pra gjatë sezonit veror ka shumë thuaj cilët vinë edhe kjo do të thotë që kemi edhe një prurje të euros. Çfarë do të thotë kjo në tregun e këmbimit valutor? Çfarë presim që të vi? Mund të ketë ulje të mëtejshme dhe forcim të lekut? Natyrisht, ne si Shqipëri, si Bankë Shqipëria operojmë një regjim të lirë të kursit këmbimit, që do të thotë që kursi këmbimit i përgjigjet raporteve të kërkesës dhe të ofertës. Dhe në atë masë dhe për sa kohë kemi një tepric oferte valute në tregun valutor, natyrisht presioni mbetet në kahun forcues. Në parashtrimin që i bët kësaj bisede që po zhvillojmë, ju theksuat që Banka e Shqipërisë ka qenë prezente në tregun valutor dhe është absolutisht e vërtet në vitet 2024, 2025 dhe në vitin 2026 ne kemi qenë prezent duke rritur blerjet tona të valutës në tregun e brendshëm valutor, pikërisht në funksion të frenimit, do të thoja, të shpejtësisë të forcimit të kursit këmbimit në radhë parë, po edhe si objektivi dytë në funksion të garantimit të funksionimit normal të tregut të brendshëm të këmbimeve valutore. Për periudhën e verës, dihet që është një fenomen sezonal, rritja e flukseve të turizmit, dhe kuptohet që edhe presionet në kahun forcues të kursit këmbimit do të jenë të pranishme. E qartë, dhe në fakt nisur edhe nga këto politike që ju keni ndërmarrë si Banka e Shqipërisë, kush do të ishte le të themi kursi ideal dhe çfarë do të interesonte ekonomisë shqiptare? Pra, ku është tendenca e Bankës së Shqipërisë për ta mbajtur le të themi konstant kursin e këmbimit? Banka e Shqipërisë nuk ka asnjë objektiv nivel të synuar të kursit të këmbimit valutor. Kur them që kemi një regjim të lirë të kursit të këmbimit, do të thotë që në periudha afat gjata niveli kursit këmbimit duhet t'i përgjigjet raporteve të kërkesës dhe ofertës, që e theksoj edhe njerë, kërkesa dhe oferta për valut, ose për lek, në tregun e brendshëm valutor, i përgjigjet zhvillimeve në ekonomi reale, pra raportit të shkëmbimeve tregtare, dhe po ashtu zhvillimeve në tregun financiar. E them këtë për të kuptuar një premis të thjeshtë. Përsa kohë Shqipëria do të vazhdoj të ketë një përmirësim të raportit të eksporteve mbi importet, ose të bilancit tregtar dhe të bilancit llogarisë korrente, natyrisht që presionet në kahun forcues të kursit këmbimit do të jenë të pranishme. Pra, ne kemi bërë një përmirësim të fort të bilanceve tregtare në horizontin e 3-4 viteve, kemi një përmirësim rreth 6% të prodhimit brendshëm bruto të këtyre bilanceve, një zhvillim të cilën shumë ekonomi ju duhet një horizont prej 2 dekadash për ta bërë. Pra natyrisht ky përmirësim i shpejt i bilanceve tregtare është pasqyruar në forcim të shpejt kursit këmbimit. Pra ajo mesazh që dua t'jap është që
nuk ka një kurs këmbimi i cili mund të konsiderohet optimal për periudha të gjata kohë, pra është një variabël i cili është në funksion të kohës. Një kurs që mund të jetë optimal sot nuk mund të jetë optimal mbas 2 vjetësh dhe nuk ka qenë optimal para 3 vjetësh. Dhe për ekonomisë si Shqipëria që janë në fazë konvergjence, tendenca e kursit këmbimit është në kahun forcues. Këtë mesazh dua ta theksoj, nuk është një fenomen shqiptar, është një fenomen i cili është i pranishëm në thuajse të gjithë ekonomitë e Europës lindore që përjetojnë të njëjta dinamika si Shqipëria. Dhe nëse ndalem diçka më gjatë këtu, kjo fazë konvergjence mund të administrohet në 2 mënyra. Ose do të kemi një forcim të kursit këmbimit, ose do të kemi një nivel inflacioni më të lartë se partnerët tanë tregtarë. Vetëm këto 2 mekanizma një ekonomia e tregut dhe janë të vlefshme për të akomoduar këtë procesim konvergjence. Për sa kohë ne kemi një objektiv inflacioni, i cili është në nivelin 3%, kuptohet që zgjedhja e vetme, më e arsyeshme dhe më e dura në gjykimin tonë, është ky proces konvergjence të akomodohet nëpërmjet forcimit të kursit këmbimit, në të kundër do të na duhet të hiqnim dorë nga kontrolli i nivelit të inflacionit që do të kishte pasoja negative për familjet shqiptare, sepse do të shtrenjtonte dukshëm koston e jetesës të tyre, por edhe për themi aftësinë e Bankës së Shqipërisë për të diktuar kushtet në tregjet financiare, normat e interesit, flukset e kredisë. Pra do të ishte në gjykimin tonë, dhe është një mesazh që ka përsëritur dhe FMNA dhe analistë tjerë, një zgjidhje jo optimale nëse ne do të targetonim një kurs të caktuar këmbimi. Do të ndaleshim pak për te forcimit të lekut i cili ka ndikuar, siç e thatë, në treg tek pasuritë e paluajtshme, duke qenë se ka rritje të kredisë apo jo. Çfarë do të thotë kjo në vetvete për Shqipërinë, edhe sa ka një rrezik që në një moment të dytë mund të ketë një mungesë stabiliteti për shkak të këtij numri më të lartë të marrjes së kredive? Është vërtet fakti e para që kemi pasur një rritje të shpejtë të çmimeve të pasurive të paluajtshme, sidomos në segmentin e banesave rezidenciale në zonat caktuara të Shqipërisë, në kryeqytet dhe në zonat bregdetare. Dhe po ashtu është i vërtet edhe fakti që kemi një rritje të shpejtë të kredisë për pasuri të paluajtshme. Jo të gjitha banesat blihen në formën e kredisë bankare, por shqetësimi jonë si institucion i cili është i ngarkuar me mbikëqyrjen e sistemit bankar dhe ruajtjen e stabilitetit financiar, ka qenë të kufizojmë ekspozimin e sistemit bankar, të industrisë bankare, kundrejt zhvillimeve të pafavorshme në çmimet e pasurive të paluajtshme. Pra, dëshiroj të theksoj së pari faktin që çmimi i pasurive të paluajtshme është një variabël që është dinamik në kohë, ashtu si dhe kursi këmbimit, dhe i cili është i vështirë të gjykosh në lidhje me një farë temi niveli optimaliteti. Është diçka, një fenomen që është i pranishëm në të gjithë ekonomitë e Europës lindore. Është një fenomen që ka dhe një logjikë ekonomike për një kategori të caktuar investitorë shqiptarë, të cilët kanë preferuar investimin në banesa në pasurit paluajtshme, në banesa rezidenciale për t'i lënë më tej në formën e qirave Airbnb për turistë huaj, apo edhe thjesht për të përfituar nga trendi forcues i çmimeve, pra për ta bler lirë si thuaç dhe për ta shitur më shtrenjtë. Shqetësimi jonë si rregullatori i industrisë bankare ka qenë të kufizojmë do thoja ekspozimin e sektorit bankar ndaj zhvillimeve të pafavorshme në çmime, sepse siç dihet, bankat gjithmonë japin kredi kundrejt një kolaterali, i cili i shërben bankës të rekuperojë kredin që ka dhënë, fondet që ka dhënë hua, në rast të paaftësisë paguese, në rast se kredimarrësi ka vështirësi të paguajë kredin. Pra, për këtë arsye është logjike që vlera e kolateralit të jetë një përqindje e caktuar e ekspozimit që banka ka. Pra, nëse një bankë jep kredi 100 euro apo 100 lek, është logjike që vlera e kolateralit duhet të mbulojë një minimum caktuar të paktën 70-80 lek për të ofruar garanci që banka nuk do humb fondet e saj, cilat në fundit janë edhe fondet të depozituesve shqiptar. Pra, shqetësimi final mbetet siguria e depozitave të sistemit bankar. Dhe pikërisht për këtë arsye, ne në vitin korrik të vitit 2025 vendosëm ato masa të cilat
synojnë të themi mbrojtjen e sistemit bankar Financimin deri në 70% në mesatare për banesat e para dhe 80% për banesat e tyre. E dyta, po ka dhe një diferencim tjetër për kreditë të cilat jepen në lek, kredit për pasurit paluajshme në lek, që e kanë 70% dhe kredit për pasurit paluajshme që jepen në valutë kanë 80%. Dhe këtu me dhemi pak, tek diferenca mes valutës edhe lekut shqiptar, si ka qenë trendi për të kuptuar në fakt ku janë të shtyrë qytetarë për ta marrë kredin në lek apo në euro? Trendi ka qenë në lek, kemi tashmë një periudhë 3-4 vjeçare që pjesa më e madhe e kredive, pjesa dërmuese e kredive, po jepen në lek, në sistemi financiar shqiptar. Ka dy arsye, e thash, e para ka të bëjë me faktin që normat e interesit në Shqipëri kanë qenë të ulta, relativisht të ulta, dhe diferenca në shumë episode ka qenë pozitive, pra normat e interesit të kredive në lek ka qenë më të ulta se normat e interesit të kredive në valutë, dhe pikërisht ajo gjë që e ka bërë të mundur këtë ka qenë edhe një nga gjërat që e ka bërë të mundur ka qenë dhe forcimi i kursit këmbimit. Pra nëse do të kishim një kurs tjetër, padyshim që normat aktuale të interesit do të ishin shumë më të larta. Por për t'ju përgjigjur më konkretisht pyetjes tuaj, në kredit për pasurit paluajtshme predominon në masën 70-80% kreditimi në lek, ku aktualisht norma e interesit të një kredie, të paktën për vitin e parë ose të vitin e dytë, periudhë e cila është e fiksuar, është në nivelin 3.8%, ndërkohë që për kredit në kjo është mesatare sistemit, nuk është detyrimisht çdo bank ka ofron këtë çmim. Ndërkohë që për kredit në valut mund të gjehet me 4.6, 4.7, 5%. Pra absolutisht është në lek. Dhe ne kemi pasur një rezultat mjaft pozitiv gjatë 4 viteve të fundit, sepse kemi arritur që pjesën dërmuese të portofolit të kredis ta zhvendosim nga kredi në valut, që kanë qenë diku rreth 55-56% para 4-5 vitesh, në kredi në lek, aktualisht është pra nivelit 60%, që na bën të mundur e para të kemi një transmetim më të mirë të politikës monetare, po e dyta që është aq e rëndësishme, të kemi edhe një shkallë më të lartë sigurie për stabilitetin financiar të vendit, sepse nëse kujtojmë kriza e 2009-s kishte një element të konsiderueshëm të kreditimit në valutë. Në vitin 2008 ne kishim një nivel kursi këmbimi 122.8, në vitin 2009-2010 kursi këmbimit vajti 140, që u quajt një realitet i ri atëherë, niveli 140 vazhdoi deri nga vitet 2015 dhe pastaj rimori trendin në rënës, por gjithsesi kishim një nivel mjaft të lartë kredish në valutë, të cilat në momentin e zhvlerësimit të kursit këmbimit u përkthyen në pafsi paguese të kredimarrësve dhe në kredit të kishia në sistemin bankar, një fenomen i cili u desh një periudhë 7-8 vjeçare që të zgjidhej dhe ishte një nga arsyet pse rritja e kredis në periudhën do thoja 2010-2011 deri në periudhën 2018 ka qenë relativisht e dobët në tregun shqiptar dhe jo ajo që i duhej nevojave të ekonomisë. Unë doja që para se ta mbyllim bisedën ndalemi pak edhe tek një analizë që ju vetë mund të keni bërë sa i takon procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si pritet që do ndikojë ajo në politikat tona monetare? Procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian është një proces mjaft kompleks i cili nuk le pa prekur asnjë pjesë të jetës ekonomike dhe shoqërore. Në politikat monetare, për t'ju përgjigjur shkurt, nuk ka një impakt imediat, që do të thotë që me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ne do të vazhdojmë të kemi monedën tonë kombëtare, lekun, do të vazhdojmë të kemi një politikë monetare të pavarur, do të vazhdojmë të kemi një kurs këmbimi, do të vazhdojmë të kemi norma interesi në lek. Megjithatë, në aspektin ekonomik, kuptohet gjithë vendet që janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian kanë përfituar një nivel mjaft më të lartë fondesh në krahasim me periudhën para antarësimit, dhe këto janë fonde zyrtare të Bashkimit Evropian, po ashtu kanë përfituar edhe fonde nga industria private, sepse në momentin që je pjesë e një klubi të madh, ke një garanci për të tregtuar me tarifa zero brenda këtij klubi të madh, po ka dhe një siguri për investitorët e huaj që ambienti ligjor, politik, ekonomik është i konsoliduar, është i qetë, është një destinacion investimi mjaft më i preferuar. Dhe përgjithsisht, gjitha vendet që janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian kanë përfituar fonde ulje të kostove të fondeve, të çmimit kredis,
po në shumë raste edhe presion e forcimit kursit këmbimit, që gjithsesi është një muhabet që do ta bëjmë në një moment. Dhe e fundit, po ndoshta shumë shkurt, ndoshta një, le të themi, duke qenë se ju jeni specialist dhe merreni me këtë punë, përsa i përket gjithë qytetarëve që mund të kenë kursimin e euro dhe se çfarë duhet bëjnë me to, do të vijojë të bjeri ende apo do të ketë, le të themi, përmirësim situatës nga shtatori e pas? Në rase me përmirësim të situatës, quani dobësim të kursit të këmbimit, nuk besoj që do të jetë aty. Banka e Shqipërisë nuk preferon të jap parashikime për kursin e këmbimit. Një mesazh që unë doja të theksoja është fakti që qytetarët shqiptarë duhet të zgjedhin të mbajnë kursimet e tyre në atë monedë në cilën kanë edhe shpenzimet e tyre. Pra në rast se kursejmë në euro të themi për të financuar një arsimim të fëmijëve jashtë apo një blerje të madhe që mund të jetë në valutë, ka kuptim, një farë këndvështrimi. Në rast se duam të kursejmë për të shpenzuar në jetën e përditshme brenda territorit shqiptar, atëherë natyrisht ka më shumë kuptim që kursimet të mbahen në lek. Faleminderit shumë. Faleminderit për gjitha këto informacione dhe analizë që bëmë në studion. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, i kthehemi vetëm pas pak.